Jeton me Kur'anin fisnik, duke lexuar, mësuar, praktikuar ato në jetën tënde të përditshme. Kur'ani është përmendje lartë tek Zoti i tillë, dritë për neve në tokë. Andaj merr nga Kur'ani dritën që zbriti në muajin e begat të Ramazanit për të ndriçuar zemrën, mendjen dhe jetën tonë. Muaji Ramazan në kalendër është i njëjtë, por tek Allahu nuk është i tillë. Ditët e muajit të Ramazanit nuk janë si ditët e muajve të tjerë, dhe netët e muajit Ramazan nuk janë si netët e muajve të tjerë. Çastet e muajit të Ramazanit janë shumë të vyera dhe ditët e muajit të Ramazanit janë shumë të veçanta, prandaj mos e humbasni kohën kot. Uroj nga zemra mbar ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam muajin e shenjtë të Ramazanit. Ejamun ma'dudat, ditë të caktuara. Pra çdo ditë e cila shkputet e merr me vete bagazhin e veprave tona. Andaj çdo frymëmarrje ta kompenzojmë duke përkujtuar madhrinë e Allahut në këtë muaj të bekuar. Le të përkujtojmë gjithmonë se Allahu është falës i madh. Allahu ta fal gabimin sado i madh qoftë ai. Allahu e pranon pendimin. Për shkak të pendimit, Allahu i madhëruar veprat e këqija na i kthen në të mira. Le ta jetojmë të Ramazan duke e përjetuar emrin e Allahut falës, duke e kujtuar me duan: O Zot, në të vërtetë ti je falës, e don faljen, na fal neve. Fale atë që të ka bërë pa drejtësi, mbaj lidhjet farefisnore, bëj mirë atij që s'të ka bërë mirë. Të keqen ktheja më të mirë, së vërtet do të gjesh paqë në veten, gëzim dhe siguri në jetë. Ramazani është muaji i paqes dhe solidaritetit. Vepra më e këndshme në këtë dunja është dëshmia e Allahut. Më e mirë në xhennet është pamja e Allahut. Libri më i dobishëm është libri i Allahut. Krijesa më e nderuar është njeriu, por më i lavdëruari prej njerëzve është i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam. Përhajnë muajin e Ramazanit dhe le ta zbukurojmë gjuhën tonë me salavate ndaj profetit tonë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muaji i Ramazanit është muaji i pastrimit të zemrës. Pastroje zemrën tënde nga zilia dhe smira dhe nxjerr nga ajo urrëtitjen dhe inatin. Smira dhe zilia i han punët e mira, ashtu siç i han zjarri i dhut. S'ka dyshim se kush shkon tek Zoti me zemër të pastër është i shpëtuar. Bëhu modest me njerëzit e do të fitosh dashurinë e tyre. Komuniko me ato me fjalë të buta, do të duan. Pranoj njerëzit ashtu siç janë dhe mos u bëj i vrasht ndaj tyre. Do të fitosh buzëqeshjen dhe respektin e tyre. Duroni buzëqeshje në këtë Ramazan, pasi buzëqeshja në fytyrën e motrës apo vëllait tënd është një akt bamirësie. Dije se me të përmendurit e Allahut zbuten zemrat, shkrihen mëkatet, adhurohet i gjithdijshmi dhe me të me një anohën shqetësimit. Le ta zbukurojmë këtë Ramazan me përmendjen e Allahut fuqiplot, duke e bërë pjesë të programit të jetës. Ramazani një muaj i begat dhe një mundësi e artë për të afruar dhe forcuar lidhjen me Zotin, për të pastruar shpirtin dhe për të zhvilluar durim, falënderim dhe mirënjohje. Selamu alaikum. Muaji Ramazanit është një mundësi për të pastruar zemrat dhe shpirtin tonë. Është mundësi për të rifreskuar lidhjen tonë me Allahun, për të shtuar besimin dhe për të forcuar vetë disiplinën tonë. Ky është një mundësi për të vepruar vepra të mira, për të kërkuar falje dhe për të reflektuar në jetën tonë. Andaj, motra dhe vëllezër, të shfrytëzojmë këtë mundësi dhe agjërim të lehtë dhe dua të pranuara. Muaji Ramazan, ashtu siç na mëson ta edukojmë shpirtin ton, na fton edhe për unitet dhe ndërgjegjje
tek çdo muslimane për të përmirësuar lidhjen tonë me Allahun xhaleshanuhu, me familjet e tona dhe me muslimanët kudo që janë. Andaj, me rastin e fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, ju përcjell urimet e mia të sinqerta, duke dëshiruar që ky muaj të jetë muaj i faljes dhe mëshirës, muaj i ngritjes morale, shpirtërore e fizike. Le të jetë ky muaj rrugëtim në të mirën dhe largim nga e keqja. Ju dëshiroj agjerim të lehtë e të pranuar, përkushtim ndaj krijuesit të gjithësisë dhe paqe e mbarësi në shtëpitë tuaja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Agjërimi dhe Kurani të ndërmjetësojnë për robën e Allahut në ditën e Kiametit. Agjërimi do të thotë: O Allah, e kam ndaluar nga ushqimi dhe kënaqësitë e kësaj bote. Ndërsa Kurani do të thotë: O Allah, e kam ndaluar nga gjumi i natës. Dhe që të dyja këto do ndërmjetësojnë për robën në ditën e Kiametit.